Mirëmëngjes të gjithëve. Ju përshëndes me gjithë zemër. Ju uroj që dita të ketë plot mbarësi tek ju dhe realizime të bukura. E ftuara ime sot quhet Lili Vitaj. Dhe është autore e një ekspozite të hapur së fundmi para pak ditësh në Shkodër. Prej 30 vitesh ajo është emigrante në Belgjik, por marrëdhënien me Shkodrën e ka të pandar. Ndaj ka hapur edhe ekspozitën e saj të pikturës në qytetin e Shkodrës. Megjithëse është autodidakte në pikturë, punimet e saj janë impresionuese dhe kanë karakter abstrakt. Ndoshta sepse çdo gjë e mbrujtur që herët dhe një qasje e hershme me artin ka buluar në një moment të caktuar dhe ka ardhur në penelin e Lilit plot ndjesi të bukura dhe realizime impresionuese. Unë e kam ftuar sot në studio, jo vetëm për të ndjerë qasjen e saj ndaj artit, por edhe për të parë guximin, besimin tek vetja, për të realizuar veten pavarësisht kohës, moshës, sfidave që njeriu ka gjatë jetës. Mirëmëngjes Lili, mirë se keni ardhur. Kënaqësi që ju kam në studio. Besoj se kësaj here në Shkodër nuk keni ardhur thjesht ashtu siç vini vazhdimisht për me pa qytetin, për me kenë pranë njerëzve të njoftun dhe të dashur, por në një qasje tjetër që lidhet me artin tuaj. Hapët ekspozitën me piktura, rreth 30 punime. Si u ndjet? Mirë, shumë mirë, shumë e kënaqur, nuk e bëj të pa bame. Se gjëna, masi unë ka vite që punoj në Belgjik, edhe kam punu në piktura, vazhdimisht atje, po thash në vend të emin, shkoj ta. Po si u lindi ideja për me realizu një ekspozit? Çfarë kja? Ekspozit, me të thënë të drejtën, unë kam bën ekspozita në Belgjik, mes komunitetit shqiptar edhe komunitetit belg. Disa herë, po në Shqipëni asnjëherë, edhe vishin njerëzit e mi pak e dishin, pak se dishin se unë pikturoj, pse më thënë drejtën, kur vishin te unë, hajde për emergimin mu vinë njerëzit e më shohin vazhdimisht. Edhe se me thënë drejtën, kanë thënë hajde Lili në kafën për mu nuk ka rëndësi kush e pagun, unë apo ti. Hajde në shtëpi, se siç kena bërë gjithmonë, se nëse harrojmë atë traditë. Sa gjë e bukur. Ja, nuk e harrojmë na atë, edhe në Belgjik na kena komunikuar vazhdimisht, ka pas me qindra që kena bërë mlell komuniteti mes njëri tjetrit dhe mos me harru ata. Tash kena fillu dhe na ati i fije mu largu, i fije për me basi si kena gjetë këtu, ja si atje, se pra mlidhen në Belgjit atje mes njëri tjetrit. Kështu që ata të kanë propozuar vishuj. Po, shifshin pikturat e mia mran, edhe Bilesnjani erdhi prej Durrësit, një shakijoni. Po, çsa shumë pas ka blek, jam këtu. Kur hini ju afruat e afër, e pa u Lili. Tha, Lil, apo më kallëzën kush i ka bajta? Thashen punimet e mia, nuk e dini, thashti. Jo, pasha zotën, tha, unë vitha ishte shok i joni, edhe jemi, se më ka përquë për cjell disa herë këtu në Tiranë, por i motër seme që kam aty njitën me mu. Pa, tha, unë kam po, tha, të tjetë e bona, tha, piktura, pas kam thonë, hajt, këta kanë lek. Po, unë e kam ba me mu shpi, me thonë drejtën, me kompletu, si kena thonë, me mobilu. Sa që e edhe, po hedhe me Lili edhe këtu. Pa thashëm në po, nuk e di, unë se sa janë të interesu njerëzit edhe s'kam pas qef, kur kam punu vazhdimisht, edhe kur s'kam pas qef me u duk fër, po me punu, me dhane, me ba punë të minja, hajtë tha, jo më Lili, hedhi më Lili, ne i kallëzët tanë, të shohin tanë. Kështu që të lindi ideja që ta sjellësh artin tënd në Shkodër. Po mirë, si u ndoq ekspozita? Shumë mirë, me kënaqje, nuk e bëjt pa bame. Kanë ardhur shumë artistë e kanë pa. Edhe kanë dhënë mendimet e tyre dhe kam thënë, mos shkruani, bile lashin makinë. Mos shkruani, thash, se jam unë këtu. Unë s'di gjë se kush jeti, nuk ju njeh, me thënë drejtën nuk e njeh. Edhe nuk e di, thash, me shkruaj që ju në zemra, jo pse me bëj gjë që unë jam këtu
E kuptoj. prezent. Nuk duhet të dish ka realitet. Të pëlqen Shumë bukur. Piktura abstrakte. Abstrakte, jam lanë më shumë mas abstraktit. Me këta Me pikturën realiste, natyrisht e ke kaluar fazë. e kam kaluar fazë, por nuk e kam qef shumë me hyn punë tjera ku, me hyn kështu, unë them kështu, me hyn punë tjera ku. Du me bëu unë atë Frymëzimin tënd. frymëzimin tim. Nuk më pëlqen gjanat e tjerëve, domethënë. Po. Nuk du me imponu gjë, me bani diçka që e shef atjetër, oj fotografi me hime pikturu kështu. Apo me keni diçka natyrale, po. Dhe me thonë që një fenomen natural që i kam pa tash kohët e fundit që ndodhin, ato mund ta mbaj, s'ka problem. Dhe me thonë, futem që të mesin atë se Po ke hapur edhe ekspozita të tjera në Belgjik me komunitetin shqiptar dhe komunitetin belg në vendet ku ti ke punuar. Besoj se këto të kanë dhënë një nxitje. Sa dush t'japin nxitje, po sa dush t'japin nxitje, është mos e vërtet që t'japin nxitje, po unë me thënë drejtën nuk di me ndaj. Nuk di me ndaj, kur s'di me ndaj, Gjithmonë duhet me punon. bëj diçka, gjithçka punoj. Teknika jote e punës në pikturë e parapëlqymja, cila është? Për mua më shumë punë me spatull. E du, unë kur t'ulem unë e heku dorët, nuk rri shumë në pikturë, edhe nuk di me korrigju. Unë e kam Cila është veçanësia e spatulës? Duhet ta mbarosh atëherë kur e fillon, domethënë kur e fillon deri në fund. Mundesh me bën një retush mrapa. Mundesh me bën, po unë ngulem atë ndoshta edhe 20 saat edhe s'luj vendit. Atë bëj, më thotë më shaq apo vjen me hangër buk, lënë se kjo buka jam e tesh. Shko aty të bëft mirë. Shumë bukur. Nga se frymëzohesh më shumë. Jeta, çdo moment ku dalë shoh në një gjë kështu. Thamë këtë ta po hija po jo original. Natyrisht ti je artiste dhe me shpirt artisti dhe fut paksa nuk edhe du. veten në atë krimtari. Nuk gjithkohon. Domethënë çdo gjë që e shoh një diçka që ai kjo kishte me dal. Ti ndoshta sta marrë aty, po unë ka raste kur shetis në Shkodër, na jena Flori. Flori. Los teatra natën kur më del gjumi. Tamam teatr, vend skenë vetë me mend të mia, u çka kishte kanë kjo. Çka kishte kanë kjo se një muhabet, aty jamel, aty fort, që ti s'mundesh me e gjetë. Kjo do të thotë vënën ti me kompozu. Që ti ke një shpirt të veçantë artistik. Po të veçantë, nuk e di. Ba me mëni dikush thënë, jo më e Lili, s'm kam nejt gjithmonë në gocën temen, punë të mia. Kjo ka shpërthyt tash. Apo më leni se bëlli thash kanë thonë, mos këtu e mos aty. Lili ka hap thësin. Unë tash du. Bravo. Jashtëzakonisht. Du me punu, du me Megjithatë ti ke pas hershmërinë tënde me të bukurën, me artin, me punën. Po, ton jetën qysh e vogël, kam pa gjyshen teme të i bën të zja, vek si i kam thënë. E unë kam shku i kam fut dur të atje. Që njës që ish i vogël, që s'bën shqiptare, tëna, femna shqiptare është që më vjen kesh si nuk është në vend vedin kur, aja është një flori. Si këto si në tonë botën, ku kanë shku, kanë lanë gisht. Për mirë. Ti e njën këtë, E njës, unë i shëqet e mija, thash, në 13 veta si isha unë, një gjë se mësova për i tyne që i kanë pas mundësi e kushte. Vetëm që ju tregova unë atyne. Lila shoheme, hajtë me e pane shu. Dhe më shikjoshin kështë si tu i marë se na jena emigrante, zdim gjë, se na jo më shumë më të zhvillum, e më të ecën. Ti puno dhe në teatrin kombëtar në Bruxelles? Po, kam punu për Teatrin Nacional të Bruxellit, që s'ka tjetër më nelt se ajo. Atje më kanë marrë dhe gazetat, se gishtat e mi qas kanë punu që sa grima. Që ishte vogël. Edhe shumë të ishin shumë të knaqën. Sa ti ke punu si kam punu si roba qepse. Kam punu si roba qepse aty në teatr. Ja si roba qepse. E kur ardhe një ditë prej dytë edhe ban një intervistë. Jep me mu pa me tonë atë kja e huj edhe shifë që ne i ka ba
Po, në punën si e kapin në dorë se lëshojnë ma. Po, një praktikë kam punon speciale në Shkodër, qysh 14 vjeqe kam sa për klasë 8, kam hirë pa qepse, për klasë 8. Shkollën e mesme kam marrë natën. Njëtën temës kam lexu lidra. Vetëm qa ka thënë mësuesi në mësim, edhe aty më kanë dhënë notën se na kanë thënë gjithmonë mësuesi që përsërit e herë ç'a thash tesh. Po jam u për ton klas, edhe unë sa mirë kam dhënë mësimin, a? Mrekullia e Zotit. Mrekulli, do të thonë që unë kam marrë notën. E ke mësuar në klasë. Në klasë kena mësuar mësimin. Kush ka dashur m'ia vu mendën. Unë aty kisha mendëm se kur kam dalë jashtë kam pas kohë. Në shkollë, në punë, në sport, jam marrë dhe me sportin, me qitje. Çfarë sporti? Me qitje. Dhe më thonë, kam dalë në 7 nadës për i shpi, në 7 peqek, se në 7 pa 5 se kam pas në dherë shpis. Punë. Fati. Kam dalë në 7 pa 5 për i shpijit, e kam hinë 8 pa 10 në mërënë në shpijit e me, 8 pa 10 darks. Me gjitha të, gjithë kjo aktivitet, erdhi një moment që ti nuk e njihje veten se mund të pikturoshe. Ja, në klasë 6-7 ishto, si na jep të mësuesi i vizatimit që ban shemorën e vizatimit, edhe na jep një mollë, e piktore me shkumët në tabelaj, edhe unë mora lapsin t'ja bane me hije, me të tana, u shtriga dreqit e më thamu, si ishte nga gjena kastra, nuk e dikë, u shtriga dreqit e më thamu, dhe ke batas, më mirë se unë atje, edhe unë heq, pikturën në kam nis, me të thënë drejtën, kur si emigrant, kena shku pa kur gjama shpirtit, atje, me 2 fëmijë, edhe kam shku për fëmijët, se këtu unë kisha jetu edhe këto. Por mos të miku në fëmija, me të pa fëmijone. Me një mu. Edhe kam pikturu në gjatë vogël shumë me zbukuru shpinë teme, në fillim, prej të mirave, si e mirë materiale nga që s'kisha fuqi me ble gjanat luksose. U ba djali me shku në shkollë, me të 2 fëmijët, kam pas fatin, edhe të mirë edhe të keqin, se kanë lodhje për mu, i kam shumë afer 2 vjetë nërmjet, i kam si binjak, edhe kanë pas vetëm 1 vit diferencë mes një tjetër, djali e vajza për në shkollë, një klasë. Edhe, shkoj djali e bani arkitekturë interior, arkitekturë të mërëndshme i quhet. Interior. Edhe, e mori djali, dhe më tha, shkoj djali në shkollë, edhe ku me shku vajza, edhe vajza e tha, du marrë dhe dhonë taja shkollë, edhe të 2 kanë marru arkitekt interior të 2 bashkë, të mesmen. Kur erdhi koha për me marrë të naltën, gjithë një vazhdojnë shkollën, nuk i kam lëmë në prej gja me dorë, veç mësimet. Edhe djali mori arkitekturën, i pëlqente shumë, qysh 10 vjeç ka bon, ai ka një dorë të artë, djali. Sot është arkitekt? Arkitekt, sot, po ka një dorë për vizatim. Dragon Ball se që kanë kënë të filmat e fillimi që kanë shku në atje, të gjithë filmin e ka të pikturu me djali. Edhe aty, thëtë mu djali, por ishte në kohën e provimeve të arkitekturës, në ditë, a koha shumë e shkurt kur ta japin tezën, kur me ba maketin, por për me ba provimin në fond, nuk t'i japin shumë afat. Ashtë afat i shkurt. Edhe, 3 dita 4 s'ka vunë stuj, as not as dit me fjetë, vesh me marru atë. Dhe ba maketin. E bani, unë e shisha dritë nezën, në ditë, më hatë të Marako, apo vjen me angër, qoj aty ushqimin, që dhe me ba djallë, a dhe me të një mu në i gjaj, thamone, kur gjan, po kur ba kohë e shkur, që u donë të me dalë për derit me ik, mam, kam edhe i këtë, haj, thamone, i kon me mam, se e shifsha orarin ma mirën se aj. Edhe si pulson zemra nans. Me po, edhe i thamon, mam, a mune me të një mu gjame, mama, a ke, me bilet pak të me pik, me pistolet, me vunë vend vedin, me vunë diçka teknike, me vunë gjanat në vend vedin. E kishte ban realizu djali. E më tha, mam, shefe, jam pa disi u dridhë edhe aj, se orari me shku. Po, kishte orar me ik. E i tham, mi ti njësë në shkollat. Palatit, ti njësën shkollat i thashën, Janita, e ta shqasht në gjatë tjetër, ka me thët edhe kopshte jashtë, o borri. Bire i thasht ta vizatojmë, sa u donë të me vizatoju me lapsate, punë milimetrash janë ata.
me milimetrike, jabana dhe atë. O, mam, tha, faleminderit shpejt kur u kthy. Mam, tha, kam dalë, tha, u mor, tha, tha. Po, me mam, ti thash, ti me I fut mamën ka eri, thash, në ka punë se, ti e dini, thash, se mama ka hap bravën e derës me thëjë, thash, se s'kam pas, s'kam pas mjetë, në të kohë, bleva derën, ja kam hapën e thoshin të minja, mama bën gjithçka. Po, jena detyruar, I ban njëri ka herë gjë. Nga që je detyruar. Si përfundim? Mam emocional u plotësu. Mam tha, ti emocional tha kësaj punët. Pikturës. Ja, pikturën, mas pikturës, unë ja kisha nis pak me gicilu këtë punë, para. Masaj unë s'dita me unal. Pra, ishte ai moment, ja ishte frymëzimi që mund bëj diçka tamam. Ti ndjeve se nga një dashuri shumë e madhe për të ndihmuar djalin në një moment që sfidues, të hapi Chelsea në një rrugtimi. E vërtet. Cilat qenë punimet tua të para tashmë në atë rrugë që lulet I kam qef. Lulet I kam qef. Edhe gjithmonë shikjaj me ba, je lulja fill sa ka qil, baja dhe ta si ka qil, që sa shtë hap taman. Pa të të hapën e në taman, një atës kur ma lagë shiu, si vjen e flenë, tham, sa gjëna. Si filloj më prish. Shpirti ndjeshëm. Sa gjëna si filloj më prish. Filloj ka. Ti nuk pate një profesor të pikturës. Jo. Si arrite ti të përvetësoje teknikën, gjinit? Tu je kap me dora, zgjën tjetër në botë. Veç dora. Ti vizitu ekspozitat? Kam pa shumë. Kam kënë ka që jetën me pa. Unë pa marrë letrat kam shëtit. Ta në Europën e kam shëtit pa marrë letrat. Me qaf, me format njashëm. I kam pas letrën e parën. Se mas 7 vjetë më bëndon kartën. Me format kam pas fotografin e më thoshin nuk dishin gjë ata të trenit. Faturat e trenit. Faturinat. Dokumentin. Se në atë kohë livishëm dokumenta. Edhe pse ishte Europë e hapën. Ta lypte mërë shadë fëmit me vedin, burën me vedin. Me bukën strajt, si kanë thënë, se s'kam kene aft, e zoje me hi me hangër në për restorante. Blejën, dyqen e shko hajen. Edhe kam shku kam pa ta në Europën, se thosha, pa marrë letrat, se ta pa m'lan këtu, edhe pa mbet pa. Pa m'kthejnë, që I kthejshin njerëzit. Pra, është guximi. Guxim, kam hi gjithkon me pa. Kam hi gjithkon me pa pikturët, galeritë. Çfarë mpresësh ke nga ndonjë vizitë në kam shku, kam pa, edhe kur flas me këta që din, me kush din me pikturu. Se kam shansin e Picassos, e Picasso, ja kam pa në Malaga me studje vendin e tij. Kam thonë, ai ka pikturu gjëna të mrekullueshme, por në fund ja ka nis nga hiçi, edhe ka pas shansin si I ka pas shokët e vet milionera, miliardër. Po me gjitha të ece. Çfarë mundësish dhe sfidash ke pas si emigrante në ecunin tane? Sfida është që unë kam arrit tonë që kam dosht. E që të dënë zemër, me zemër banë të punë, kur s'jam logë. Jam e knaqën, se me të rajnë. Jam e knaqën, a kam hek keq, edhe këtu kam shumë hek shumë ma keq në ushta se sa atje. Në vend temin. Dhe me thonë, nuk muj me thonë që vendit tem me ja kthy shpinën, por më ka vjetaj, edhe aja ti më ka vjetë shumë. Pra, ki ka hapë dyrt, kam pas mundësi. Bilet pak të në bojnë atë kam ble pa problem. Nuk kam thanë, si pse jo. Atje kam shku në dyqan bilet, kur u ba djali si e pa, si mi ka pru për bojna, ma se diskuta si fisit, më skur hynin pun, me koli, vazhda se akriliku dënë. Kjo të thot, pra, në akrilik dhe të spatull janë teknikat ma të dashtuna, me të afërta për ty. Kam punu dhe akvareli dhe me vaj, po që edhe vaj janë shumë I mirë. Po s'ka mujton me punu me te, se më zinte.
era e... Po, gjithsesi, unë mendoj që ti ke një kanë në shtëpinë tënde që e quhen studio ndoshta. Po, kam vend, kodor zoti, kam pas vend vazhdimisht shtëpi. Kavaleti, Kam telajo, pas vendin e caktuar, dhe me thonë, le që unë punoj kudo, edhe maja tavolinës në kuzhinë punoj. Edhe aty kam punu. Se u duhen të më përzi qefin. Mos me i kuzhinë, se si kam lanë punë të shtëpisë kur. Kjo ka ken aneks punë të familjes si kam lanë kur. Shumë bukur. Yeah. Pra ti ke gjithmonë atë kanën tënd në punë. Ke një mundësi, ke një orë, ke 2 orë. Po, ja kam kushtu. Ja kam kushtu. E gjej momentin, dhe me thonë, që mas çdo punë që jam e jam... Po, e detyru me natyrisht, se njeriu ka Ma nxjerr kaj fjalë se vjen nërsh. Me gjuhën? Vjen frangjish me gjuhën. Me frangjish, bravo. Edhe ajo një sfidë, natyrisht, për emigrantin. Por që e ke te i kalu, me familjen tane. Pa. Bravo. Më si janë, tonë shqiptarët si janë jashtë. Nuk gjej, zguxon kush me misha shqiptarët, po thëmë për të hujve, ja, sepse s'ka kom më të pastet, as më të fort, as më të guximsh, se sa shqiptarin. Ja ti, një shembull. Ja, po kam shoqe se vedin, sa dush. Sa dush. Ja, me laptë, unë kam punu, qysh fmi, që më ka dollë për para, gjithë farë dhe i punsh mekanike. Burin e kam pas me laptë, ekonomist i nalt, që këna përritu e këna kap lachin me grësht, me savatu, me grësht. Mos me pa i zoti, me lëdhirin edhe kur ka ardhe ka pa, ka thënë, wow. Edhe aja është, edhe ate kam prek me dorët mija, me i ta dur, si kam pa prek peneli. Çdo gjë me mundën e Çdo gjë me mundën e djerës. Edhe artin këtu. Po, atë. Të bukurën. Edhe dur të arta, si që themi, si që thona na. A është kështu apo ja? Thash pra, kam hajtë se ka prap. Ka prap. Që do të thot, gjdo shkallë që gjithë të je frymëzim për me gjithë një shkallë tjetër. Pa tjetër. Pa tjetër. Po nga kjo ekspozit, more frymëzime të reja, more angazhime të reja. Jo, unë po hap ekspozit këto, kam pas një ide, një mendim tjetër, se kush e ti zbrigu dete, se së rrinë naj. Mledhja ta shkopit si ka zbardhë uji. A dhe të bëjnë të shka me dërum, herën tjetër. Aplikative, në aplikacion. Po. Ka gjënat, sa dush e qatë dush. Një mendje që prodhon dhe duar që realizojnë. Duar artë. Të guxosh do të thot të hedhësh hapa. Të hedhësh hapa do të thot të ndërtosh. Ja, kjo është jeta që ti ke ndërtu dhe ndërton vazhdimisht. Jeta e ndërton njeriu. Ne u takum natyrisht për ekspozitën, por unë pash që ti një grup frymëzuese që ti jep gjithmonë një frymëzim që je mërzit ndonjëherë. Do më thënë, ke pas periudha që je ndjerë më lodhun, më e vetmume. Ma e vetmume. Me të thënë të drejten. Të shkohët e funit, e një vedi një fije ma jo e mërzitune, por i shaf gjona, kam duket nga koha, që kam kohë ma shumë të shi, duket, kam dalë prej ati, pra ati vrullit të jashtëzakonshëm, kam dalë. Unë deri, ke më shumë qetësi. Kam më shumë qetësi, e tash i shaf gjona ati fije ma, kam qef shumë me fole me qesh, shumë, jashtëzakonisht. Sa dikush më habitet. Si hyn kjo natyrë tek piktura jote? Shumë e mirë, si të lëshën kja. Jepi, kja nuk e qanë kryt kja një të den. Pra, piktura, arti është edhe një terapie jashtëzakonshme shpirti. Pa. Mos u merr me gjana kote, po shko shfrytësoje diku në vendin një. Nga dikush që nuk e qanë magjat, thot që duhen, edhe të tana këtë. Unë kam me qinën në Belgjik. Kur vjen e shefajtitit e unë, po
pse Viktoran këtë me Lili, po ju me këtë ndoshta nipi jem si është kënaqi shpirtin. Thot, shife, që ka vë nani, shife nani edhe ka qef. Faktikisht për mu, këtu në studio, je një frymëzim pa fund, je një kurajo e jashtëzakonshme, je një grua e guximshme dhe një grua me shpirt artisti. Unë besoj se këto mesazhe gjatë bisedës i kemi dhënë në mënyrë të hapun, në mënyrë të çiltër, ashtu siç është zemra e një gruaje, e një nëne, e një artiste, e një njeriu që punon pa u lodhur dhe që ka artin me vete. Ndaj duhet me të falenderu shumë, sepse dhe një mesazh shumë të bukur guximi, besimi tek vetja, gjë që secilit na duhet. Të falenderoj për artistën që je në shpirt, por të falenderoj edhe për mesazhet e bukura të jetës që ti dhe. Faleminderit për jush. Faleminderit. Mbarësi dhe suksese në ecurinë tënde të mëtejshme. Faleminderit Lili. Faleminderit. Faleminderit për jush.